Në programin AFC2 ne kemi mbështetur 5 grupe të reja fermerësh në Lushnjë, Berat dhe Korç me teknologji të re bujqësore që ndihmon në rritjen e efektivitetit të punës së tyre po dhe adresimin e ndryshimeve klimatike. Këtë vit ne kemi zgjeruar bashkëpunimin dhe me agjencitë të aksesionit bujqësor në rrethe për të shtrirë këtë njohuri të re mbi teknologjitë edhe në grupe të reja fermerësh në mbar vendin. Jam Vilton Oxhallari, fermer nga Maliqi, kultivoj mollë, kam rreth 3 hektar mollë. Faleminderit Rek Albania për këtë sistem vaditës me panel diellor që na ndihmon shumë dhe na heq kostot e prodhimit. Faleminderit Rek Albania për këtë projekt që na i bëri realitet. Ne ju falenderojmë për këtë makineri që na keni sjell. Kjo për neve është një ndihmë e madhe. Ne për ullin përpara do një prishim, do mundoheshim t'i diqshim, rrezikonim edhe të diqshim dhe ullin ose dëmtonim. Kurse me këtë na shkurtoni goxha punë. Quhem Elmira Serani dhe jam banuese fshatit Roshnik. Kam 500 rënj ullinj, në kohën kur unë bëj krasitjen e ullirit, komplet të degat rinë për tokë. Ju faleminderit Rek Albania, sepse po na jep këtë dhuratë kaq të mirë, një makineri që ne të krijojmë mundësinë që ti bëjmë sa më shpejt këtë proces. Përshëndetje, jam një fermer përfitues nga sistemi i paneleve fotovoltaike. Unë si fermer mbjell misër, jonç, shalqi e në shumë kultura të tjera. Me këtë sistemin që kanë instaluar Rek Albania, ne tani do jemi më të lehtësuar, sepse nuk do kemi shumë shpenzime në sistemin e vaditjes. Adaptation. Fund. Climate. Innovation. Accelerator. Afcia. Afcia. Afcia tu.